Uji i kastravecit të shpëton jetën, ja si ta përdorni për të trajtuar këto tre probleme. Në pamje të parë mund të duket si diçka e lehtë, pasi mund t'ju sjellë ndërmend ujin dhe nuk mund ta përdorni kastravecin. Por nuk është të çuditshme se uji me kastravec me gjethen energjiku dhe feta të ndryshme të frutave mund të ofrojë një ndryshim të mirë për shëndetin tuaj. Në këtë video do të tregojmë përse duhet të shtoni disa feta kastraveci në ujin të cilën e konsumoni. Sipas Healthline, në këtë video do të rendisim të gjitha përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i ujit me kastravec. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Është një depo e lartë e vitaminave dhe vlerave ushqyese për organizmin. Uji me kastravec përmban vitaminën A, vitaminën C, gjithashtu edhe vitaminën E, të cilat kanë veprime të mira kundër radikaleve të lira në trupin e njeriut. Këto veprime mund t'i japin rezultate fantastike në betejën e organizmit kundër një sër komplikacionesh, sidomos edhe në parandalimin e mpiksis së gjakut. Uji me kastravec është një zgjidhje produktive edhe për të mbajtur nën kontroll tensionin tuaj të gjakut. Pirja e vazhdueshme e ujit me kastravec jo vetëm që do ta hidratojë organizmin tuaj, por do të ndihmojë gjithashtu edhe në mbajtjen nën kontroll të presionit arterial. Kastraveci do të ushqejë zemrën në sasinë e duhur të potasit dhe do të favorizojë në këtë mënyrë edhe qarkullimin më të mirë të gjakut. Uji me kastravec i shtuar në dietën tuaj sigurisht që do të luajë një rol pozitiv edhe në uljen e dëshirës për të ngrënë ushqime jo të shëndetshme. Kastraveci bën pjesë në listën e ushqimeve që ju ngopin menjëherë. Nëse pini ujë me kastravec gjatë vakteve të ndërmjetme, do të ndiheni më të ngopur dhe nuk do të ndjeni as pak nevojën për të urinuar dhe gjithashtu edhe për të shkaktuar probleme të ndryshimit të gjumit. Uji me kastravec është një zgjidhje shumë e mirë edhe në përmirësimin e shëndetit tuaj të lëkurës. Lëkura është organi më i madh në trupin e njeriut. Kontakti drejt për së drejti me rrezet e diellit dhe djersitjen bën që lëkura të humbas lëngjet e saj dhe të krijojë gjithashtu thatësi të madhe dhe mbi të gjitha të krijojë edhe komplikacione të njëpasnjërshme të shëndetit tuaj. Uji me kastravec është një aleat shumë i mirë i shëndetit tuaj të mëlçisë. Sasitë e larta të vitaminës A, vitaminës B, vitaminës C dhe E që gjenden tek kastraveci kombinuara me minerale të ndryshme të kalciumit, fosforit dhe potasit ndihmojnë në detoksifikimin më të mirë të shëndetit tuaj të mëlçisë. Dhe pirja e ujit me kastravec në dietën tuaj sigurisht që do të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në mbrojtjen e organizmit. Do të ofrojë një hidratim më të mirë për shëndetin. Pirja e ujit me kastraveca dhe limon në mëngjes me stomakun bosh mund të ketë ndikime të mrekullueshme në shëndetin tuaj, pasi kjo arsye do ju ndihmojë të jeni më të hidratuar dhe të mbani larg gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Përfshirja e ujit me kastravec në dietën tuaj në mënyrë të rregullt do të japë rezultate fantastike edhe kundër tensionit të lartë të gjakut. Tensioni i lartë i gjakut është një problem shëndetësor madhor, i cili mund të prek shumë njerëz në mbar botën. Si pasojë e tij, njerëzit janë më të ekspozuar kryesisht ndaj ishemisë, sëmundjeve të zemrës, veshkave dhe të syve. Sipas të dhënave, kastravecat janë një burim i shkëlqyer i kaliumit, një mineral shumë i rëndësishëm për njerëzit të cilët vuajnë kryesisht nga tensioni i lartë i gjakut dhe problemet e mbipeshës. Shpesh etja maskohet si uri, gjë që shton edhe në teprimin e ngrënies. Uji me kastraveca dhe limon mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë edhe për të shuar etjen e tepërt dhe për të mbajtur nën kontroll shëndetin tuaj. Përdorimi i ujit me kastravec në dietën tuaj në mënyrë të rregullt mund të jetë një zgjidhje produktive në mbajtjen larg të këtyre shqetësimeve, citon studimi. Edhe lëkura juaj do të përfitojë ndjeshëm nga përdorimi i ujit me kastraveca. Hidratimi është i domosdoshëm për lëkurën dhe për paraqitjen e saj. Kastravecat përmbajnë 95% ujë dhe hidratojnë atë. Sipas të dhënave, farat e kastravecit janë të pasura me vitaminën E dhe kalium,
që ndihmojnë gjithashtu në paksimin e rrullave, njollave dhe shenjave të tjera të moshës. Kastravecat mund t'i përdorni edhe për të zbutur rrafët e errët poshtë syve ose edhe kundër djegjeve nga dielli, dhe mund të cilësohet një zgjidhje shumë e mirë produktive në mbrojtjen e lëkurës suaj. Përveç lëkurës, edhe flokët tuaj do të përfitojnë ndjeshëm nga përdorimi i kastravecave në mënyrë të rregullt, pasi kështu mund të ofrojë një zgjidhje mjaft të mirë ushqyese në këtë aspekt. Kastravecët ndihmojnë në rritjen më të shëndetshme të flokut sepse ato përmbajnë edhe silikon, fosfor dhe kalcium, element këto në mënyrë të rregullt që mund t'japin rezultate fantastike për mbrojtjen e shëndetit tuaj, citoi studimi. Kastravecët përmbajnë antioksidantë të cilët luftojnë në radikalet e lira, kësaj mund të pastrojnë më lehtë organizmin tuaj. Kastravecët përmbajnë element të lartë ushqyes në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Nëse doni të përmirësoni shëndetin tuaj dhe të mbani larg gjithashtu probleme të tilla, kastravecët janë një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin, pasi mund të ofrojë një reduktim të mirë kundër komplikacioneve. Kastraveci kombinuar me limonin dhe ujin gjithashtu mund të jetë një tretës shumë i mirë edhe i ushqimeve të forta. Nëse doni të humbisni në peshë për shkak të kalorive të tepërta dhe tretjes së dobët, kastraveci mund të kthehet një element pozitiv për shëndetin tuaj. Shtimi i ujit me kastravec në dietën tuaj do të jetë një mburojë e shkëlqyer për këta persona të cilët kanë edhe probleme me tretjen. Gjithashtu ndihmon në shëndetin më të mirë të mukozës dhe do të parandalojë edhe komplikacionet e saj. Nëse mbani një fet kastraveci në gojën tuaj për pak sekonda, ju do të keni vrarë shumë baktere dhe do të eliminoni edhe aromat e këqija të cilat I kanosen shëndetit tuaj dentar. Uji me kastravec është një zgjidhje shumë e mirë produktive edhe për shëndetin e sheqerit të lartë. Kastraveci përmban disa antioksidantë të cilët do të reduktojnë stresin tuaj oksidativ dhe gjithashtu do të ndihmojnë në uljen e niveleve të kolesterolit dhe sheqerit të tepërt në trup. Përfshirja e kastravecit në dietën tuaj mund të cilësohet një aleat I mirë I organizmit në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Uji me kastravec është një ndihmës shumë I mirë I trupit gjithashtu edhe kundër niveleve të stresit. Është I njohur si një produkt efektiv që mund t'japë rezultate të mira kundër problemeve të ndryshme të stresit. Ai ndihmon në shëndetin e flokëve, thonjve dhe të lëkurës. Kastravecët dihet se mbajnë vitaminën A, B, C, K, mangan, bakër dhe kalium, që janë shumë të rëndësishme këto edhe në krijimin e një sistemi imunitar më të shëndetshëm dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj në këto raste, përdorimi I ujit me kastravec në mënyrë të rregullt për dietën tuaj do të përmirësojë shëndetin e flokëve, të thonjve dhe të lëkurës. Nëse doni të keni një tretje më të shëndetshme, uji me kastravec mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për të ushtuar në mënyrë të rregullt vazhdimisht në dietën tuaj. Siç e përmendëm në fillim të kësaj video, kastravecat përmbajnë nivele të larta të ujit dhe të fibrave. Së bashku, këto të dyja lëndët ushqyese mund të ndihmojnë njerëzit që të ushqejnë në trupin e tyre duke promovuar bakteriet e mira të zorëve dhe duke lehtësuar kështu lëvizjen e zorëve dhe duke parandaluar edhe probleme të ndryshme siç mund të jetë për shembull edhe kapsllëku. Do të keni një kujdes të shtuar për shëndetin tuaj të zemrës. Është e njohur gjërësisht se ul nivelin e kaliumit dhe ndihmon muskujt, nervat dhe veshkat të filtrojnë si duhet të gjitha elementet e dëmshme dhe të mbajnë gjithashtu një organizëm të fortë dhe më të shëndetshëm. Përfshirja e ujit me kastravec në dietën tuaj sigurisht që do të ofrojë edhe një zgjidhje mjaft të mirë kundër këtyre problemeve, citon Food Prevent. Uji me kastravec është një produkt shumë I mirë ushqyes për dietën tuaj, pasi siç dihet kastraveci është një element pozitiv për trupin e shëndetshëm edhe për ata persona të cilët kanë tension të lartë të gjakut. Njerëzit që vuajnë nga tensioni I gjakut mund të shtojnë kastravecin në dietën e tyre si një lehtësues kundër këtyre problemeve. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tuaj.